Mos bëni kur dush në këtë kohë ose do të tërhiqni varfëri dhe fat të keq. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët me këtë video të dedikuar për një temë që mund të duket e thjesht në sipërfaqe, por që fshen një thellësi të madhe shpirtërore dhe energjetike, rëndësia e dushit në jetën tonë të përditshme. Sot do të flasim për mënyrën se si larja jonë mund të ndikojë jo vetëm në shëndetin fizik, por edhe në atë emocional, në fatin tonë dhe madje në financat. Kjo nuk është thjesht një rutinë higjienike, është një praktikë e lashtë që vjen nga traditat lindore, veçanërisht ato budiste dhe ato të lindjes së largët, si taoizmi dhe ayurveda. Le të imagjinojmë për një moment, çdo ditë ne hapim rubinetin dhe lejojmë ujin të rrjedhë mbi trupin tonë. Por a e dini se uji nuk është vetëm një substancë fizike? Në traditat e lashta, uji shihet si një element i shenjtë, një përcjellës i energjisë kozmike. Budistët, për shembull, në praktikat e tyre meditative, e përdorin ujin si simbol të pastërtisë dhe rrjedhshmërisë së jetës. Në tekstet e vjetra si Dhammapada ose në mësimet e Tao Te Ching, uji përshkruhet si diçka që mund të formojë malet ose të gërryejë shkëmbind, një forcë e butë por e pafundme. Në këtë video do të zgjerojmë pikat kryesore që bazohen në këto tradita. Do të flasim për kohën e rrezikshme për dush, rolin e ujit si përcjellës energjie, 5 gabimet më të shpeshta që bëjmë gjatë larjes, një ritual të sugjeruar për pastrim energjetik dhe disa këshilla të tjera për mbrojtje. Kjo nuk është vetëm teori, është diçka që mund ta aplikoni menjëherë në jetën tuaj për të përmirësuar ekuilibrin e brendshëm. Le të fillojmë me pikën e parë, duke shpjeguar pse disa orë të ditës janë më të rrezikshme për larje. Koha e rrezikshme për dush. Tani, le të hyjmë në thelbin e mesazhit kryesor. Shmangni larjen mes orës 02:00 dhe 05:00 të mëngjesit. Pse kjo kohë specifike? Sipas traditave shpirtërore lindore, veçanërisht në mjekësinë kineze tradicionale dhe në praktikat budiste, trupi ynë ndjek cikle natyrore që lidhen me energjinë prana. Gjatë natës, veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, trupi hyn në një fazë të thellë rikthimi. Kjo është koha kur organet si mëlçia dhe mushkërit punojnë për të detoksifikuar trupin dhe mendjen. Në këtë periudhë, portat energjetike ose chakrat, siç quhen në traditat indiane, janë plotësisht të hapura. Imagjinoni trupin tuaj si një shtëpi me dyert të hapura. Energjitë pozitive dhe negative mund të hyjnë lehtësisht. Uji, duke qenë një përcjellës i shkëlqyer, mund të thithë energjitë negative nga mjedisi, si nga ajri, nga mendimet tuaja të natës, ose madje nga energjitë kolektive të botës. Nëse laheni në këtë kohë, rrezikoni të ngarkoheni me këto energji, duke u ndier të lodhur, të rënduar ose me ankth gjatë ditës. Le të marrim një shembull nga traditat budiste. Në manastiret tibetane, mulgjit shmangin çdo aktivitet fizik intensiv gjatë orëve të natës së vonë, sepse besojnë se kjo është koha e ynë energjisë pasive dhe absorbuese. Nëse laheni, uji mund të veprojë si një sfungjer duke tërhequr negativitetin. Studime moderne në psikologji, si ato mbi ritmin cirkadian, konfirmojnë se orët 2-5 të mëngjesit janë kur niveli i kortizolit është i ulët, duke na bërë më të ndjeshëm ndaj stresit. Çfarë ndodh nëse ignoroni këtë? Shumë njerëz raportojnë se pas një dushi në mesnatë, ndihen më të irrituar ose kanë vështirësi në përqendrim. Në aspektin financiar, traditat lindore thonë se kjo mund të bllokojë rrjedhën e prosperitetit, sepse energjia negative pengon vendimet e mira. Pra, këshilla, planifikoni dushin tuaj në orë të tjera, si pasdite ose mbrëmje, për të shmangur këtë rrezik. Nëse duhet të laheni urgjentisht, përdorni ujë të ftohtë për të mbyllur portat energjetike. 2. Uji si përcjellës energjie. Tani, le të thellohemi në konceptin se uji nuk është vetëm për pastrim fizik, por është një përcjellës i fuqishëm i energjisë. Trupi ynë është rreth 70% ujë, dhe sipas fizikës kuantike dhe traditave lindore, ne jemi fusha vibrimesh. Uji ka aftësinë për të mbajtur memoriesë, siç ka treguar puna e shkencëtarit japonez Masaru Emoto, i cili eksperimentoi me kristalet e ujit dhe mendimet pozitive. Në traditat budiste, uji simbolizon pastërtinë dhe është pjesë e ritualeve si ablucioni para meditimit. Në taoizëm, quhet Chu, rrjedha jetësore që lidh trupin me universin.
Nëse laheni me vetdije, uji mund të pastrojë shpirtin tuaj duke larguar bllokimet emocionale. Por nëse laheni në kohën e gabuar ose me mendime negative, mund të bllokoni këtë rrjedhë. Për shembull, nëse mendoni për probleme pune gjatë dushit, uji mund të regjistrojë ato vibracione dhe t'i amplifikojë. Le të marrim një analogji. Imagjinoni ujin si një tel që përcjell elektricitet. Nëse lidheni me energji pozitive si mirënjohje, do të ndiheni të rigjallëruar. Por nëse mendimet tuaja janë negative, do të krijoni një qark të mbyllur të stresit. Në aspektin e fatit, traditat thonë se një dush i mirë mund të tërheqë mundësi të reja, sepse pastron aurën tuaj. Për financat, një rrjedhë e lirë energjetike ndihmon në vendime intuitive që çojnë në prosperitet. Për të aplikuar këtë, provoni të meditoni para dushit, fokusohuni në frymëmarrje dhe imagjinoni ujin si një lumë që largon gjithçka të panevojshme. Kjo praktik mund të transformojë dushin tuaj nga një detyrim në një ritual fuqizues. 3. 5 gabimet më të shpeshta. Le të flasim tani për 5 gabimet më të shpeshta që bëjmë gjatë larjes dhe si t'i shmangim ato. Së pari, larja pas debateve. Pas një zënke, trupi ynë është i mbushur me adrenalin dhe energji negative. Nëse futeni menjëherë në dush, uji mund të ngulisë atë tension në qelizat tuaja, duke e bërë më të vështirë për ta lëshuar. Traditat lindore këshillojnë të prisni të paktën 30 minuta, duke bërë frymëmarrje të thellë për të qetësuar mendjen. Së dyti, uji shumë i nxehtë. Gjatë krizave emocionale, uji i nxehtë mund të mbingarkojë sistemin nervor duke rritur ankthin. Preferohet uji i vakët ose pak i ftohtë, si në praktikat Wim Hof, që stimulon vagusin dhe qetëson trupin. Në traditat budiste, uji i ftohtë shihet si një mjet për zgjim shpirtëror. Së treti, teknologjia në dush. Dëgjimi i lajmeve apo rrjeteve sociale kontaminon energjinë tuaj me problemet e botës. Kjo është si të hapësh derën për energji të huaja. Në vend të kësaj, përdorni heshtjen ose mantra të thjeshta për të mbajtur fokusin brenda. Së katërti, mungesa e qëllimit. Shumë njerëz lahen mekanikisht, pa vetdije. Kjo humbet mundësinë për pastrim shpirtëror. Bëjeni dushin një ritual, vendosni një qëllim si largon negativitetin e ditës. Së pesti, tharja e shpejtë. Pas dushit, thahuni ngadalë duke masazhuar trupin me respekt. Kjo jep kohë energjisë të stabilizohet duke parandaluar humbjen e vitalitetit. Duke shmangur këto gabime, do të shihni përmirësime në shëndetin emocional dhe fatin tuaj. 4. Ritual i sugjeruar për pastrim energjetik. Tani, le të shpjegojmë një ritual specifik për pastrim energjetik. Së pari, përgatitja. Para se të hapni ujin, vendosni duart në gjoks dhe thoni: "Krijoj hapësirë për të pastruar atë që nuk më përket më." Kjo vendos një qëllim duke aktivizuar mendjen tuaj për pastrim. Së dyti, vizualizimi. Imagjinoni ujin si një dritë të artë që rrjedh mbi ju dhe largon negativitetin. Kjo teknik vjen nga meditimet budiste, ku vizualizimi ndihmon në transformimin e energjisë. Së treti, deklarata. Gjatë dushit, përsëritni: "Çdo gjë që nuk më shërben më, tani largohet. Unë pastrohem, unë kthehem në qendrën time." Ky afirmim forcon rrjedhën pozitive duke ndikuar në fatin dhe financat tuaja. Aplikojeni këtë ritual çdo ditë për rezultate të shpejta. 5. Këshilla të tjera për mbrojtje. Për mbrojtje shtesë, lini një gotë me ujë pranë krevatit natën për të thithur energjitë negative, derdheni në mëngjes. Lajini duart sapo të hyni në shtëpi për të vendosur kufi. Dhe afirmimi i mëngjesit: "Sot zgjedh të jem i plot", fillon ditën me energji pozitive. Përfundim. Në fund, dushi është një mjet fuqizues për ekuilibrin ton. Aplikojini këto këshilla dhe shihni ndryshime. Faleminderit për kohën që na kushtuat. Abonohuni për më shumë video të tilla.